Gjithmonë me mendjen kesh vendlindja. Edhe u kthyem. Kur i bardhë, Zoti ne ka thonë të gjitha. Kur janë vesh këto, ishin kretë floriri. Ne duam me tregu rënjët. Ne jemi në Gurtbardh, lindë rrit të dy me Resulin këtu në Gurtbardh. Jemi dashuru, martu, edhe vetëm një vit kemi ne tu. Prindër jemi bo këtu në Gurtbardh. Për një vit kemi emigru si fillimisht Tiranë, Sauk Tiranës. Aty kemi ne 3-4 vite, na ka lindë dhe djali aty. Edhe drejt në emigrim shkuam në Itali. Ne jetëm 6 vjet atje, po rregullum me dokumenta me gjona, po prap emigrum në verit Italis në Brescia. Edhe atje ne jetëm 8 vite, gjithmonë me mendjen ke shtëpia, ke vendlindja. Kishim edhe prindrit nuk na nigjoshin, edhe sepse kishim mundësit me i morë, ato nuk na nigjoshin. Gjithmonë kanë dash që të rreshin tu në vendin e vetë në Troje. Edhe erdhe një situatë që ato u sëmurën e kështu edhe ne u detyruam që të ktheheshim këtu. Nuk ishte dëshira se nuk ishte as momenti se ne që emigruam për motivet që dihen që emigruam. Edhe u kthyem, që jemi kthy përfundimisht 2013. Ky ka qenë emigrimi më i vështirë për ne. Gjithë jeta jonë emigrim, ky kthimi këtu është emigrimi më i rëndë. Nuk kemi arrit akoma, se nëse shkum në emigrim, arritëm të insiroshim ose të atje në përvendet tuaja ose të punësoshim, kurse këtu kemi kthy, po jemi menuar me gjitha mënyrat e nuk mund të punësohemi. Thjesht me thonë të punësohemi, sepse fshati këtu në Gurtbardh 90% është emigrim. Për momentin koha është shumë e vështirë, është çmenduri të rrish këtu, për shembull se të jetosh këtu. Për momentin është ashtu, por prapë ne gjithmonë besojmë në një ringjallje të vendit të Gurtbardh, sepse Gurtbardh Zoti ne ka thonë të gjitha. Ka një kulturë që është kretë një ishull i pas bulu. Nuk dim pse nuk ashtu, na ka tërheq gjithmonë, fjalë, nuk u shkëpuçim dot nga vendlindja, sepse është i veçantë. Jo se e tham unë se jemi nga Gurtbardh, po është shumë i veçantë. Këto thonë vetëm për urën e Varshës, po ura e Varshës është vetëm fillimi, se ndjekin urën e Varshës, e ndjekin edhe 4 ura tjera guri. Një fshat vetëm me 4 ura guri ka një domethënie, ose me ka përveshjen, me ka folklorin, e ka kretë të vetin, autentik gurabars. Kjo ka nisë kretë rastësisht. Gjendemi këtu, buz rrugës Arbrit, që është rrugë e Karvanes, e Dibrës, që vinte këtu. Edhe këtu kalon vetë vetiu turistët dhe ne vinë, ju kemi ofruar me shumë dëshirë një kafe, kur kanë kalu, edhe që flisim pak italisht, edhe kjo ishte shumë më shumë, se sa do na mungo edhe jeta që kemi bën në Itali, dukemi pak sikur, si ta tham, është një jetë shumë më shumë, edhe sepse emigrim, po edhe vetë vetiu erdhi, ne majmë një lëp, edhe bëjmë lëpën me nebet, me këto që kanë lëp të në fshat, edhe unë bëj një postim atje në Facebook, këto të shoqatës agroturizmit e kapin si rast dhe ashtu, plus ca agjensi që erdhen për të pa fshatin, për të pa urat, këto urat që nuk kanë shku këto, ishte Gjermana ka shku i ka pa urat 1 për 1. Edhe thërkoshi një shtëpi këtu në guest house, tu nuk kishte, thash unë se dëni e përgatis unë shtëpinë, edhe netën ato të parët një natë, edhe kështu gëj, pak turista na vinë këtu, pa ato që vinë, sepse ne vetëm t'ju tregojmë si jetojmë ne, stilin e jetës që ne jemi unë jam menu me bo këtë jetën e gjysheve që bëshin, ato kishin një palpreja, i thamim ne kopshtit, një palpreja, një lëp, edhe për të siguru paka shumë që t'ishte për një familje, 5-6 persona, edhe unë kaq turista më duhen mu, sa për një familje të vogël, që vinë, kanë një eksperiencë, edhe sepse jam pak, po ne jemi të kënaqur me kaj, se nuk mundemi edhe ma shumë, se du me bo një gjohë që t'jetë sa ma originale. Mundohem me bo sa ma originale, sa ma
ashtu, si gjyshet. Edhe veshje ju bën shumë ashtu, edhe këto tradita. Ju bëm edhe pjesë Resuli me këtë pjesë në muzikës e ka të vetën, edhe ju bëm edhe pjesë me çifteli, edhe unë kënoj në më fjalë gjenden shumë mirë. Grupet vogla, 4 turi, për një dom 4 vend, po deri në 6 persona. Mund të shoh. Po këtu mund vinë edhe këto që vinë me kamper, edhe mund të lanë kamperin aty, ose mund vend tendën këtu. Kemi pas edhe raste që kanë vu tendën, po kanë hangër me ne për shembull aty. Ose kanë ardhur me ne, çfarë punësh kemi qenë tu bone këtu, kanë ardhur me ne tu mbledh grosh aty ka ara, ose i shëtisim në mal ku dun ato, ose me pa edhe fshatin, xhamin e fshatit, ose shtëpinë e Pjetër Budit, që është këtu. Unë kam vesh të më thjeshtën të gjyshave, po kjo fillon me të vajzëris, quhen 3 copët, është pektat e mira e quajmë ne, ose 3 copët i thomim ne, që është veshet me gjendjen se si është gruaja, për shembull kur është vajzë ka një lloj veshje, kur është nuse kalo edhe me stoli, edhe me shamin, edhe me kretë, edhe stolit në atë kohë kur janë vesh këto, ishin kretë floriri. Kurse tani dihet që nuk, por i kanë rujt me shumë fanatizëm, edhe me ashtu se kjo bëhet fjalë që ka qenë një farë gjendje këtu veshje jonë, nuk është veshje që për shembull gruaja mund punon dhe me këtë lloj veshje, se duket shumë qytetare si veshje. Ishte koha që nuk na leshin, thoshin të ndrosh veshjen se kjo është zakon prapanik, kjo është kështu. Por me gjitha sakrificat kanë arrit, unë jam shumë lumtur që kanë arrit deri sot e kësaj dite që është me detaje. Nana e Resulit, nën Baleta që i thoshin fëmijët, i ka rujt se gjithë i shitën, motivet dihen, për pak lek ose për kështu, edhe që su dushin, mirë leku, për shembull ekonomia që e dëshin njerëzit, por edhe që nuk hyshin në punë, se edhe si kur të përbushin atë i antike që vesh që ma akoma këto, ishte koha e sistemit që s'ti lejonte, kurse tani, shqyqyrë Zotit, edhe ajo i ka rujtë, kemi një veshje aty, që është 4 brezave, që me fjalë mund të e ka vesh edhe vajza, e kam atë, ndërsa mama ime i ban akoma, me fat që edhe sot e kësaj ditë ajo i e ka se edhe si për të kalu kohën tani se pensioniste, mosha është ajo që është, po ajo imi me fat i qëndis vet, i ban me dorë gjitha. Për shembull këto i kam, kurse këto i bë me tullar, ishte ajo që i bën dhe me veç, çka quhet, i bëshin pjesët, po u gjishin, u interesoshin. Një mesazh të sigurt nuk mund t'i jap se di gjithë sakrificat, edhe kthimin këtu ne kemi bë të dotërushëm, jo që dëshim të ktheshim. Po gjithsesi në çdo vend ka një ashtu, se unë pash këtu traditat e këto vlerat, unë jam rrit me to, ne i qusha shumë tash, po me emigrimin ju shtu kjo vlera këtyne. Edhe kalamajtë më thoshin mu, kur fillun të rrit, fillun të u bo kurioz, mam, qa është kjo, si është kjo, mam të arrum të, kjo shumë e mirë, veshe, ose boje, ose nanas që i bante, kjo nana që i runte, edhe mi fjallë edhe ato në kanë një mu shumë. Unë grave, që t'ju them, që është të vështirë jetën e fshatit e dim, po edhe që turmit gjithë drejt qytetit, ato të parët tonë kanë qenë shumë të ashtu se radha e parë njeriu, si njeriu, duhet me në radhën e parë që dëhaj. Kjo është shumë e rëndësishme, është të vështirë. Është shumë e vështirë, se unë kur e mora të bishtin e lëpës që kur shkoj të i mërë qumshtin ma fut kështu, nuk është e kalajshme, as pak, sa herë edhe të qajtë këm shku, se për shembull njeriu është edhe smun, është edhe ashtu, po unë kur kam kthy këtu, kam përvesh mangët, se edhe sepse jam rretun, nuk i kisha bë këtë punë, nuk kisha morë me lëp, se ishte gjyshja, ishin nanat që i bëshin. Edhe unë kur kam kthy këtu, ka qenë komplet një gjë e re. Unë nuk mund ta them që është një gjë e vështirë, po është një gjë që ti edhe se transferohesh në qytet, këto gjona i din, i len, ti në qytet do të fillosh të bësh një gjë tjetër, kurse këto i din. Pavarësisht se janë të vështira, e vështirë është në qytetin, nuk është as pak ose emigrimi, edhe emigrimi është i vështirë. Nuk di që t'ju them një mesazh të saktë që ktheheni ose rrini, edhe këta nuk mund ta tham, po që njeriu duhet ta shohë
sakrificat janë gjitha ne ku të shkash. Po se Zoti ka thonë se ne tani kemi një moshë, se Zoti e ka thonë tani me punu, po gjithsesi neve, edhe sepse kjo është një gjë e vogël, nuk është me të vërtet një punë, që thua kam një punë, po kjo është çat na ketë bë kismet Zoti, ato turiste që i ka bë kismet Zoti për ne të vinë këtu, ne jemi të kënaq me këtë, jemi shumë të kënaq. Edhe sepse nuk ka një sukses madh ose si me thonë troq një pare të madhe ose fitim të madh, po vetëm se këtu është rrënjët, ne duam me tregu rrënjët.